aty ko të loshës, është mëri mu siguru certifikatat për eksport e tjere. Kur po thuhet 6 miliardë importojmë në vit, gati 1 miliard euro për qito 4-5 vjetë është importu rrimë. Edhe nuk duhet me qenë Einstein për me ditë që është biznis i mirë, pse i ranë men, vlaut juj, bash ka që vonë më marrë me këtë punë. Përbes nuk është edhe vonë, tash është pak vështirë për mu me folë. Bash tamam është vonë. Nuk është vështirë pak me folë për vlaun tim, se i bjen që jam subjektiv. Deri në një mas mund edhe t'jem. Mirë po të njëjtën, se me thonë, trajektore të zhvillimit personale, profesional, arsimor në Amerikë, nga shkolla e mesme deri në magistratur dhe puna e suksesshme relativisht me konsulencë, me organizata ndërkombëtare, me qenë se mbi 90% hyrave në kompani në kanal nga organizata ndërkombëtare. Ka qenë ka pas hyra milion, po thoni 90% të hyrave në kompani keni pas prej donatorëve. Mbi 90%, nuk në kanal nga qeverit, atu po du me dalë. Dhe e kemi pas parim prej fillimit që mos me qenë politik, unë kom vendosë, kom marrë një vendim personal, me ndru karierën, me dalë në sektor publik dhe me kontribu në 2017. Kjo du të kuptohet ashtu, ata që më njohën e din, dhe vlau po, a i ka qenë biznes, ka moti, mbi 20 vite, dhe para 2 viteve ka vendosë me investu në solare, në tokë familjare, që nga ka siguru babaj, para disa viteve, dhe është plotësisht legjitime. Për më shumë, e para është numri i licencave nuk është limituar. Dhe thonë është... Thonë që e ka shkel ligjin. Po, mirë shumë. Po thonë që e ka shkel ligjin. Jënja 2-3 gjëra janë interesante. E para, nëse ka pas informat pak ma herët, u hynë një treg që po themi ka potencial 100 miliona në vit. E dyta, nëse unë kisha pas një biznis, nashta me shdok ma interesant me blerë rrymë prej një kompani që ka themelu shefi stafit të kryeministrit, a është që kjo vije të menduarit, edhe nëse nuk ka shkeli ligjore, nëse i ki informatat para praka, keni qenë një pjesë e grupit për strategji, për energji? Jo, nuk kam qenë. Po, dikon një raportim që keni qenë? Jo, raportime po ka gjithë farë, po në fakt mediat shpesherë dhe qëllimisht po mundon me skandalizu qeverin, sepse për kam vështirë me gjithë skandale, edhe në fakt nuk po ka skandale. Mos u sigura për atë punë. Në fakt... Edhe mos të mi mbrojt do gjëra që së mbrohen. Vetëm pak këtu të ndalemi, tek çështja e licencës. Është parim ekonomik që sa ma shumë konkurencë, aq ma i ullët çmimi. Çfarë do firme private që mëton me dalë, edhe duhet me dalë në treg të lirë, natyrisht që i intereson që shtuhet në anglisht bottom line, çmimi. Dhe sa ma shumë të licencuar, aq ma shumë do të bjerë çmimi.